Inna Allahe la yuhibbul mufsidin, sepse Zoti nuk i do ata që bojnë fesad dhe fitne. Sikur që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka përmendën në shumë hadithe dhe në faqen e parë të Kuranit Kerimit, Zoti i ka përmendë këta fesadxhi, këta të cilët bojnë fitne dhe fesad, munafikët i ka përmendën. Më shumë ajete ka folë Zoti për munafikët se sa për qafirët. Më shumë ajete ka folë Allahu për munafikët, shpionët, tradhtarët, se sa ka folë për jo muslimanët. Sepse ata janë të mbrëmshëm, ata janë të dëmshëm, se hinë në xhami dhe të dëmtojnë, hinë në shtëpi dhe të dëmtojnë, hinë në shpitane dhe të bojnë sihire, hinë në shpitane hajmalien në rjastike që, hinë në shpitane hajmalien e shë të kundrët. Po kush e labre? Po s'ka ardha Stojke Stojani, nuk ka ardha Blagoja, po ka ardhë një prej tullëve të të mive, prej familjes, prej mrena do një shpion, do një tradhtar prej mrena ka ardhën dhe ka bo zullume, nga renin dhe vrapojnë kiqishit njerëz, me marën ujë të gjenazës, mere me men, për fat të keq në dëgjoj, ujë i gjenazës që dikush kujt djune kulan në këtë rrethin, ose ndoshta edhe komplet edhe ma gjanë, ujë në gjenazës në barbardaka javshat këti me njerëzve. Deri për shka unë kësa herë kam folën Allah, gjenazën, laje vetë bre, mos i le që kërkush me arë me ta la gjenazën, as babën as nanën, vetë laje. Unë e di se pjesa dërmuse tutën për Zotin dhe nuk e bojnë këtë, po që del një që nuk i tutët Zotit, del një që s'ka frikë Allahun dhul gjelal, dhe e ban këtë keqe e ban. Pi ku ban? Prej mrenda. Wala të bëghil fesade fil ardë, dhe fesad fitne mos ban tokë.